Serbia është aktualisht në një pozicion shumë të vështirë për shkak të sanksioneve të SBA-s mbi industrinë serbe të naftës. Kryeministri hungarez Viktor Orban po viziton Serbinë dhe u takua me presidentin serb Aleksandar Vučić në Subotic, ku temë diskutimi ka qenë blerja e aksioneve të NIS nga kompania hungareze MOL. Bisedimet janë duke u zhvilluar në këtë drejtim dhe këtë e konfirmoi të njëjtën shefi i kabinetit të kryeministrit Viktor Orban. Sa kaq, takimi mes Orban dhe Vučić në Subotic filloi mjaft informal pasi të dy mbështetasit shkuan të konsumonin byrek. Thonë se partneritetet strategjike diskutohen në tryeza të mëdha, por unë dhe Orban vendosëm ta bënim këtë me byrek të nxehtë sepse miqësia midis Serbisë dhe Hungarisë është bërë prej kohësh më e fortë se të gjitha protokollet. Jam i lumtur që e freskuam këtë takim me një bisedë të mirë dhe një byrek edhe më të mirë, shkroi Vučić në postim në Facebook, duke bashkëngjitur disa foto nga fabrika e birës Micko në Subotic. Pas byrekut, Vučić dhe Orban shkuan në një vreshtari të famshme në zonë. Ata u ndalën në kantinën Zvonko Bogdan në Palić, siç njofton Kurir. Vučić postoi disa foto me Orban në punishten e verës në rrjetin social Instagram, duke pretenduar se ambienti i saj e bashkruan më së miri Vojvodinën. Në një atmosferë të këndshme biseduam për projektet e përbashkëta të ardhmen e marrëdhënieve tona dhe gjithçka që kemi ndërtuar së bashku prej vitesh. Jam i bindur se partneriteti dhe miqësia e shëndrueshme dhe e sinqertë midis Serbisë dhe Hungarisë do të vazhdojë të sjellë dobi popujve tanë dhe të gjithë rajonit, shkroi Vučić në Instagram. Takimi i dy liderëve vjen në një kohë kur Serbia duhet të gjejë një blerës për NIS-in, i cili është nën sanksione të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të pronësisë ruse. Sanksionet kanë ndaluar furnizimin me naftë bruto nga tubacionet e JANAF i Kroacisë dhe Serbia gjendet në periudhë kritike. Beogradi ka paralajmëruar se rafineria e vetme e naftës në Serbi do të duhet të mbyllet këtë javë nëse nuk ishin sanksionet. Kryeministri hungarez Orban, i cili u takua me presidentin Vučić të njëjtën, tha se do të zhvillojë bisedime të premten për të siguruar që Hungaria të marrë mjaftueshëm naftë dhe gaz bruto, gjë që do t'i lejojë asaj të furnizonte Serbinë fshqinja me naftë bruto. Orban nuk tha se ku ose me kë do të fliste, pasi media raportoi se kryeministri hungarez do të takojë me presidentin rus Vladimir Putin të premte në Moskë.